Durim Bami i shpallur në kërkim nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK pritet të ekstradohet gjatë ditës së sotme nga Dubai drejt Shqipërisë. Sipas burimeve zyrtare, ekstradimi realizohet në kuadër të procedurave të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe pas përfundimit të procedurave ligjore në Emiratet e Bashkuara Arabe, Bami do të mbërrijë në Tiranë në masa të rrepta sigurie, ku më pas do të vjet në dispozicion të autoriteteve shqiptare. Durim Bami ishte shpallur në kërkim nga SPAK pasi akuzohet edhe për kultivim të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. GKK-i ka caktuar 47 vjeçarit masën e sigurisë arrest me burg më datë 15 maj 2024 për veprat penale, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, grupi strukturuar kriminal, kultivimi i bimëve narkotike dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal. Dalimi i Durim Bamit në Dubai është kryer në datën 21 tetor 2024. Kjo ishte hera e dytë që Durim Bami u arrestua nga policia e Dubait, pasi ai kishte shkelur rregullat e paraqitjes në një nga rajonet e policisë së Dubait. Për herë të parë ai u ndalua në muajin qershor 2024, pas një urdhër arresti të lëshuar nga SPAK në muajin maj 2024. Shumë shpejt ai u lirua nga gjykata, duke përfituar një leje qëndrimi dhe garancie për t'u paraqitur në komisariat sa herë ishte e nevojshme për t'u verifikuar, por Durim Bami nuk i është përgjigjur 3 thirrjeve në email të policisë së Dubait për ta verifikuar, çka solli arrestimin e tij për herë të dytë. Bami ka pretenduar se nuk kishte parë emailet, ndaj nuk ishte paraqitur fizikisht në polici ditën dhe orën e planifikuar, por këto pretendime nuk e ndihmuan për t'u liruar nga burgu. Njeriu nga fushkruja njihet si personazhi që ka trazuar më së shumti ujërat e politikës shqiptare. I dënuar më herët për vjedhje me armë, Bami zuri titujt kryesor të mediave në vitin 2015 për një atentat të pretenduar nga deputeti ASOKO-e socialist Tom Doshi, tusi ja përfundoi në prokurori ku zbulua dhe inskenimi. Tom Doshi, Mark Froku dhe Durim Bami u akuzuan për kallëzim të rrem, pasi Doshi akuzoi presidentin e ASOKO-e Ilir Meta se i kishte porositur një atentat me një pagesë prej 500.000 euro. Më 5 nëntor, Bami shpëtoi një atentati, teksa po udhtonte me makinë me të afërmin e tij Ervin Kodra, ndërsa gjithashtu emri i tij u përmend gjatë një dokumentari për bankierin e ndjer Artan Santo. Durim Bami ishte një nga të dyshuarit kryesor për vrasjen, por prokuroria nuk gjeti kurrë prova që ta prangoste. Kujtojmë se më shkurt 2021, Bami bashkë me Endri Doklen dhe Marklen Hakën planifikoi vrasjen e Tori Xhecukës dhe Rigers Mihasit, mik i Ervis Martinajt, i cili u vran në Tiranë.